Sa buk aq qofte. Kohëve të fundit ndodhen shumë ndodhi të shqiptarët e Maqedonisë për cilët sikur nuk pati debat të mjaftueshëm e më pastaj nuk u formsua opinion publik dhe sikur shpesh herë nuk pati artikulim politik të këtyre çështjeve. Prej tyre i veçojmë dy më të mëdhat. E para është shpallja non grata e dy shtetasve të Maqedonisë nga ana e Republikës së Shqipërisë, me të cilin rast sikur askush nga Maqedonia politikisht nuk i artikuloi këtë kartë të fuqishme kur një shtet i fut dy qytetarët e tu në një listë non grata pa kur një farë arsyetimi dhe sqarimi. Po të ndodhte kjo në një vend tjetër me artikulim të mjaftueshëm politik, sigurisht se do kishte më shumë qarë politik, apo siç thuhet, sa buk aq qofte. Po ashtu dolën shumë zëra dhe debate që u ripërsëritën për atë nëse ka pas plan të ndarjes së Maqedonisë gjatë konfliktit të vitit 2001. Në tabore u ndan ku shumica e maqedonasve e pohonin se ka pas një dhe se disa prej tyre kanë qenë pro ndarjes, kurse tek shqiptarët dolën protagonistët se disa mohuan që ka pas plan dhe shumica se kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë kundër ndarjes së Maqedonisë. Dhe paramendoni të kishte dikush një kartë të fuqishme politike si kjo që kanë shqiptarët e Maqedonisë, se kryesisht kanë qenë kundër ndarjes së Maqedonisë edhe gjatë konfliktit të vitit 2001, për shembull ta kishin pas serbët e Bosnjës një pozicion kaq të fuqishëm kundrejt unitaritetit të Bosnjës dhe Hercegovinës, si do ta përdorshin atë. Mirë po, shqiptarët e Maqedonisë nuk e artikulojnë politikisht këtë kartë të fuqishme se ata janë garantuesit e unitaritetit të këtij shtetit dhe se nuk kanë pranuar propozime për ndarjen e saj. Me këtë prap konstatojmë se sa buk aq qofte, pra në një vend dhe tek një pjesë e popullatës tek e cila nuk ka debat dhe më pas nuk formsohet opinion publik, nuk mund të ketë edhe artikulim politik të shëndosh i cili do u aktheje në qarë politik. Ju faleminderit, shihemi në lajm analizën e radhës.